Kurrë mos pini qumësht para gjumit nëse vuani nga këto tre sëmundje. Qumshti përmban gjithashtu dy përbërës, triptofan dhe melatonin, të cilat mund të kontribojnë në një gjumë më të mirë në mbrëmje. Më konkretisht, triptofani është një pararendës i neurotransmetuesit të serotoninës, shpesh i quajtur edhe hormoni i ndjesisë së mirë, i cili nga ana tjetër mund të shndrohet në një hormon melatonin i cili sekretohet gjatë natës dhe shpesh quhet si. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hormoni i gjumit. Por aktualisht ekspertët tregojnë se triptofani dhe melatonina në një gotë qumësht mund t'ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të rehatshëm në mbrëmje dhe të evitoni kështu problemet që lidhen me pagjumësinë. Megjithatë, nëse nuk jeni dakord se jeni të sigurt se sa gota qumësht mund të pini çdo natë, për t'ju ndihmuar që të flini, mund të mos gaboheni. Rehatia e krijuar nga pirja e një gote qumësht të ngrohtër dhe ngopja që ndjeni më pas janë ndoshta ato të cilat ju bëjnë edhe më të përgjumur. Përveç kësaj, nëse pirja e qumshtit është tashmë pjesë e rutinave tuaja të natës, atëherë mund të jetë shumë e rëndësishme për një gjumë më të mirë të natës. Sipas sleepfoundation.org, rutina para gjumit është thelbësore për të ndihmuar trupin të kuptojë se është pothuajse koha për të fjetur. Pra, vazhdoni të pini qumësht dhe tashmë do të keni përfitime të duhura për një ritual më të mirë në mbrëmje, citojnë ekspertët e Healthline. Nëse doni të keni një gjumë më të mirë të mbrëmjes, atëherë sigurohuni që të shtoni produktet e duhura ushqyese në dietën tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit dhe të evitoni edhe komplikacionet. Por ka disa raste kur duhet të tregoheni më të kujdesshëm dhe më të vëmendshëm me atë që konsumoni përpara se të shkoni për të fjetur. Nëse keni një stomak të ndjeshëm dhe vuani gjithashtu nga problemet e tretjes, është e rëndësishme të mos konsumoni qumësht në mbrëmje. Ekspertët sipas Healthline citojnë se personat të cilët kanë irritime të zorëve dhe vështirësi në tretje dhe mund të kenë intolerancë ndaj laktozës, duhet të tregohen të kujdesshëm dhe të mos e konsumojnë qumshtin në mbrëmje, pasi mund të nxjisë përkeqësime të shëndetit të tyre dhe të krijojë komplikacione të organizmit. Nëse jeni një person që keni probleme me tretjen, fryrje të stomakut dhe gazra të tepërt, qumshti nuk duhet të konsumohet në mbrëmje, pasi mund të krijojë gjithashtu edhe probleme me jashtëqitjen. Por duhet të tregoheni gjithashtu edhe më të vëmendshëm me mënyrën se si doni që ta shtoni atë në dietën tuaj ditore. Qumshti i lopës mbetet një nga produktet më të konsumuara nga vetë shqiptarët. Nga ana tjetër, ky qumësht është një arsye pse shumë njerëz përjetojnë fryrje dhe probleme të tjera me tretjen. Qumshti i dhisë nga ana tjetër është një alternativë nga më të shëndetshmet. Dhitë prodhojnë 2% të sasive globale të qumshtit dhe njerëzit që konsumojnë qumësht janë më pak të prekur nga alergjitë dhe problemeve me tretjen. Por gjithashtu, cilat janë vlerat dhe përfitimet që do të marrë shëndeti juaj pas konsumit të qumshtit të dhisë? Sipas të dhënave të Healthline, qumshti i dhisë përmirëson shëndetin në shumë mënyra të ndryshme. Ai është i mirë gjithashtu edhe në luftën kundër inflamacionit. Qumshti i dhisë nuk shkakton edhe inflamacion, ndaj rekomandohet që njerëzit që vuajnë nga inflamacioni i zorëve ta kenë atë pjesë të dietave të tyre ditore, dhe rezultatet që do të merrin në këto raste janë vërtet fantastike. Qumshti i dhisë është i mirë edhe për të përmirësuar metabolizmin tuaj. Studimet të cilave u referohemi tregojnë se qumshti i dhisë rrit përthithjen e hekurit dhe të bakrit dhe gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për metabolizmin, sidomos për njerëzit të cilët kanë probleme me sistemin e tyre tretës. Qumshti i dhisë është i ngjashëm me qumshtin e nënës. Një nga vlerat kryesore të qumshtit të dhisë është se ngjan shumë me qumshtin e gjirit. Përmbajtja kimike e tij është shumë e përafërt me qumshtin e gjirit ndaj tretet dhe asimilohet më lehtë në organizëm. Qumshti i dhisë ka gjithashtu më pak yndyrna. Sipas informacioneve të Healthline, përmarsat e molekulave të yndyrnave tek qumshti i dhisë janë më të vogla se tek qumshti i lopës. Kjo e bën gjithashtu qumshtin e dhisë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për lehtësimin e tretjeve.
Ato përmbajnë gjithashtu edhe shumë nivele të mira të acideve yndyrore. Qumshti i lopës përmban 17% të acideve yndyrore, ndërsa qumshti i dhis plot 35%. Kjo e bën qumshtin e dhis më të pasur në aspektin e saj ushqyes. 50% e njerëzve të cilët janë të ndjeshëm ndaj qumshtit e kanë më të lehtë të konsumojnë qumshtin e dhis se atë të lopës. Qumshti i dhis përmban jo vetëm kalcium, por edhe tripofan dhe aminoacide të rëndësishme këto për organizmin dhe mbrojtjen e shëndetit më të mirë. Qumshti i dhis është një mburojë shumë e mirë për persona të cilët do vuajnë nga alergjitë të ndryshme. Qumshti i lopës ka lidhje të forta me alergjitë dhe substancat e tepërta për shkak të molekulave të mëdha të yndyrës. Qumshti i dhis nuk shkakton alergji dhe është një nga burimet më të mira të shëndetshme për stomakun tuaj. Qumshti i dhis do të ofrojë gjithashtu ushqyes të pasur të rëndësishëm për organizmin. Qumshti i dhis është përdorur në mënyrë tradicionale për të ushqyer dhe rigjallëruar sistemin nervor. Ai ka një dëndësi të madhe ushqyese dhe në të mund të gjenden plot 35% të nevojës ditore të kalciumit. Një gotë me qumshtin e dhis do të ofrojë edhe shumë fosfor, vitaminën B12, gjithashtu proteina dhe kalium, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja shëndetësore. Qumshti i dhis është i mirë për sistemin tuaj imunitar. Qumshti i dhis përmban edhe selenium, një mineral shumë i rëndësishëm për sistemin tuaj imunitar dhe nevojitet për mbarvajtjen e organizmit. Shtimi i qumshtit të dhis në recetat tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të marrë vlerat e duhura të tij. Qumshti është i shëndetshëm për kockat dhe jo vetëm. Nëse e konsumoni atë përpara gjumit, do të keni akoma dhe më shumë përfitime. Për shembull, mund t'ju ndihmojë që të flini më shpejt, të bëni një gjumë më të mirë, madje edhe të humbisni kilogramët e tepër trupor. Sipas Brightside, pirja e një gote me qumësht para gjumit bën jetën tuaj më të shëndetshme dhe më të mirë. Qumshti ka përmbajtje të cilat mund të ndikojnë pozitivisht në cilësinë tuaj të gjumit, duke ofruar një relaks më të mirë në mbrëmje. Disa studime që janë bërë te njerëzit dhe te kafshët kanë treguar se konsumi i qumshtit mund të ndikojë te gjumi më i mirë, të mbajë larg komplikacionet e tij dhe të sigurojë gjithashtu një zgjim më të mirë në mëngjes. Tripofani luan një rol shumë të rëndësishëm edhe për prodhimin e serotoninës, e cila ju ndihmon të relaksoheni më mirë në mbrëmje dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet që lidhen me pagjumsinë. Qumshti është një burim shumë i mirë i proteinave cilësore. Nëse konsumohet në mbrëmje vonë, mund të keni shqetësime gjatë natës dhe nuk do flini rehat. Nëse kjo ndodh, provoni të pini qumësht sepse do ju qetësojë dhe do ju ndihmojë që të arrini rezultatet e duhura në mbrëmje. Është e rëndësishme që nëse vuani nga pagjumësia, të ndiqni edhe trajtimet e duhura në mënyrë që të keni një relaks më të mirë në mbrëmje dhe të evitoni problemet që sjell pagjumësia në organizmin tuaj. Pirja e qumshtit para gjumit mund t'ju ndihmojë edhe me diçka psikologjike për disa persona. Nëse prej kohësh pini qumësht para gjumit, atëherë kjo gjë ju ka kthyer në një zakon. Një teori tjetër tregon se pirja e qumshtit të ngrohtë përpara se të shkoni për të fjetur mund t'ju ndihmojë që të bëni një gjumë më të mirë në mbrëmje dhe të evitoni kështu problemet që lidhen me pagjumësinë. Qumshti i mirë i mbrëmjes do ju ndihmojë edhe të humbisni në peshë. Nëse nuk flini të qetë dhe rehat, gjumi mund të kthehet në një nga faktorët që mund të ndikojë në shtimin e peshës suaj, citon Brightside. Por nëse qumshti ka aftësitë që t'ju bëjë të flini më shpejt dhe akoma më mirë, atëherë shtimi në peshë nuk është një opsion. Meqense qumshti është i pasur me proteina, ai mund të zvendësojë nepsin për ëmbëlsira gjatë gjithë natës. Megjithatë, nëse vini re fryrje stomaku, keni gazra ose ngërçe, atëherë trupi juaj nuk e toleron si duhet laktozën, dhe kjo gjendje mund të ndikojë në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Tregohuni më të kujdesshëm me mënyrën se si kryeni aktivitetet tuaja ditore dhe çfarë zgjidhni të shtoni në mbrëmje në vaktet tuaja, pasi në të kundërt gjendja juaj mund të rëndohet dhe të krijojë gjithashtu probleme të përsëritura. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.